Shikues të emisionit kjo javë, përshëndetje. Jemi në Krishtlindje dhe ju uroj të gjithë besimtarëve të krishterë kudo që ndodhen, gëzuar Krishtlindjen. Ndodhem në katedralen e Shëmpalit në Tiranë, një vend, një shtëpi lutje, reflektimi dhe shprese, për të realizuar një intervistë me arqipeshkupin e Mitropolit Tiranë-Durrës, Imzot Arjan Dodaj. Dhe do t'jetë një intervistë, një bisedë që nuk vjen vetëm si një dialog, por vjen si një ftesë për reflektim, për besimin, njeriun dhe kohët që po jetojnë. Ndiqeni intervistën. Imzot, përshëndetje dhe gëzuar, shumë faleminderit që na pritet në këtë shtëpi të bekuar në një ditë shumë të madhe si kjo e Krishtlindjes. Faleminderit juve që keni ardhur, jam shumë i lumtur, e veçanërisht sepse ndodhem pikërisht në zemrën e shtëpisë në ditën e Krishtlindjes që është Betlehemi, ku kumtohet soditet prania e Jezusit fëmijë. Si do ta përkufizonit ju personalisht Krishtlindjen dhe çfarë kuptimi ka ajo për jetën shpirtërore të njeriut sot? Krishtlindja e mendojmë në një formë proporcionuese që nga një familje thjesht, kur vjen në jetë një fëmijë, e akoma më shumë kur vjen në jetë fëmia i parë. Është hapja e një shpresë të pafund. Dhe kështu Zoti nuk kursehet me popullin, me botën, me njerëzimin dhe dëshiron që ta shpalos dashurinë dhe shpresën e tij për njerëzimin sikur të ishte hera e parë. Për këtë që çdo Krishtlindje përjetohet në mënyrë unike, sepse njerëzit kanë nevojë sot, këtu, tani, në mënyrë unike, për një dritë të veçantë, për një ngushëllim të veçantë, për një zgjidhje nyjesh të veçantë që përjeton jo vetëm njerëzimi i mbarë, siç e shohim në aspekte të ndryshme të luftës, kudo që ajo është, por në luftën e brendshme të njerëzit. Qartë, por ka gjithmonë një mesazh që është me rëndësi dhe cili është mesazhi që ju doni të përcjellni të gjithë besimtarëve, por edhe të gjithë shoqërisë në këtë ditë Krishtlindje? Mesazhet kanë forma të ndryshme. Ato shpeshherë dhe shumicën e rasteve manifestohen me fjalë, me gjeste. Dhe mesazhi i veçantë i Krishtlindjes është që manifestohet me një prani. Është prania e Zotit. Zoti vetë bëhet i pranishëm në dramën e familjeve, veçanërisht që janë në vështirësi në këtë kontekst sot në Shqipëri. Familjeve të varfra. Familjet që ndoshta themi sot nuk vdes kush më për bukë, e vërtet, por dinjiteti i njeriut ka nevojë gjithmonë më shumë të rritet. Ka nevojë gjithmonë më shumë të ruhet, të vlerësohet nga ata që kanë përgjegjësinë e administrimit publik ose institucionet fetare që kanë përgjegjësinë e ruajtjes së vlerave dhe të kthjellimit të ndërgjegjes. Mesazhi tjetër është për të rit. Jezusi vjen veçanërisht për ata, sepse janë në fillimin e një horizonti të ri të ekzistencës së tyre,